A do të shkohet deri te çifti Edi dhe Linda Rama? Faleminderit. Tani, me atë që unë kam bindje, Edi Rama nuk do lejoj kur se sa tjetë në atë vend hetimin e të shoqes. Armand Frangu dhe Linda Rama dikton atë duke largu Edi Rama. Edi Rama, sepse ato para, ato 10 milion euro të prokurimeve sekrete, po të lexoni ju vetëm për tendrin e mirëmbajtjes thesarit të shtetit, programit të thesarit të shtetit. Janë shpenzuar 10 milion dhe që të gjithë tendrat fitoheshin nga Armand Frangu në limitin maksimal, në kufirin maksimal, të gjithë tendrat. Arben Ahmetaj ka deklaruar se ky hajdut ka praktikuar çmime të 10 fishta për produktet e importuara, kompjuter apo të dhëna të tjera. Arben Ahmetaj ka një merit. Ka një merit. Sepse u tha shqiptarëve, kopshti privati Edi Ramës, familjes Rama, është akshi. Dhe ai kishte krahasuar çmimet reale të produkteve të fushës kompjuterike që sillte ky për shkollat apo për institucione tjera, që kishte deklaruar në dogana, me çmime të cilat ekzistonin në dyqane, me pakic, dhe ato kishin diferencë si nata me ditën. Pra, dhe ato merreshin të mirëqena, nuk i kontrollon të kush. Se djej që ato para shkonin në surrel. Shkonin në surrel. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe nuk kam në një shpresë të madhe se do të bëhet hetim i plot i kësaj ngjarje. Para se të ndodhë t'jesh e sigurt që zonja Rama do shkoj me pushimet gjata diku. Sikur të ndodhë kjo, po pse kujtoti se po për të vendimin e Spakuta. Zoti Berisha, përse i quani kalp masat e arrestit? Aludoni për në një bashkëpunim të Spakut me disa prej të akuzuarve që janë arratisur sipas jush? Sepse absolutisht unë që jam këtu e kam marrë vesh se Ergys Agasi të paktën prej 3 javësh është në arrati. E kam marrë vesh prej po kaq kohë që ky Ermal Beqiri është në Dubai me Ergysin. Këto kanë qenë publike. Kam mësuar sa i Gerondi ishte në mos gaboj në Gjermani dhe ka rrëfyer të gjithë çfarë ka ndodhur në atë agjensi. Pra, çfarë them unë? Ke ndëgjuar ti një fjalë të vetme të thuhet për Danielin? Daniel Shimen? Njeriu që rrëmbye, njeriu që masakrua. Dhe fill pasaj, drejtori i përgjithshëm policisë Proda,
sjell Sueli në Tiranë tek dentisti që donte Sueli. Sueli që i kishte thyer kockat Danielit. Është vërtet, kjo është denoncuar. Faleminderit.